Përshëndetje të gjithëve, unë jam Bjordi, kjo është intervista ime 60 sekondçe për prive. A besonin në astrologji? Pak, e lexoj, po nuk besoj plotësisht. A beson dashurinë shkem të parë? Po, besoj vetëm tek ai A pini alkool? fatkeqësisht, po. A mendoni se përfundimisht ëndrat vinë e bëhen realitet? Mendoj se po, me punë dhe përpjekje dhe me guxim, po. Karakteri preferuar i një femre? Femra është femër, me vërtet. Shkonin kinema apo hani molla? Unë shkoj në kinema rregullisht, se kinemaja është pasioni im. A mendon se je gati për mu çmend? Jam çmend prej kohësh, besoj. A të merr malli për mu rikthym Big Brother? Jo. A ke vjedhur ndonjëherë diçka? Po, mund të ketë ndodhur që kam vjedhur kur isha më i vogël në karamelen e i lodër të vogël. Deri kur me këtë frizurë? Që kur po më fillojnë të bimë flokët, kam fillu t'i maj kështu. Marrëdhënia e fundit seksuale? Nuk është asnjëherë shumë errët. Piano ose kitara? Bas. Femrat a do t'i cilësoj si pjeshk apo moll? Pjeshka, gjithmonë pjeshka. Keni pasur ndonjëherë marrëdhënie seksuale me gjinin e njëjtë? Jo. Kjo më mungon.